Për 1432 që mungojnë, u mblodhen dhjetra. Për fëmijët e rënë gjatë luftës në Kosovë të enjtë në Drenas, u mbajt një koncert. Bashkëmoshatarët i kujtuan në mënyra të ndryshme ata që u ndal jeta në gjysmë. Njëri nga ta solli një nga dëshmitë e dëshmitares së masakrës së Poklekut, Elhame Muçollit. Në prilin e vitit 1999, isha vetëm një vajzë. Vetëm 14 vjeqe. Një vajzë shumë vajzat e tjera. Me libra shkolle. Ky organizim i katërti me radhë u tha se është përtej se një koncerti. Për të kujtuar zemrat më të pastërta që kanë njohur këtu, pra fëmijët tonë, të cilët i lanë ëndrat për gjys, por lirin në lanë të plotë. Ai që punoi shumë për një gjë të tillë tha se të vegjëlit e dinë rëndësinë e kësaj dite. I kemi informu fëmijët, i kemi njoftu për gjitha këto që ka ndodhur për fëmijët e vramë, për masakrat, qoftë në Poklek, qoftë Shavarina, qoftë te Delia e Tobris, qoftë edhe në për masakrat e ndryshme të Kosovës, dhe janë të njoftuar dhe e dinë se çka ka ndodhur. Dhimbjen përveç me këngë, dikush e tregoi edhe me fjalë. Ndihem e mërzitur sepse aty ju ka mbyllur rrugëtimi nga një jetë shumë e mirë. Këtu të pranishëm ishin shumë prindër e familjarë të fëmijëve që janë vrarë e masakruar nga forcat serbe. Kjo u bë në prag të 27 vjetorit të masakrës së Poklekut, ku janë vrarë e djegur 24 fëmijë.